Në datën 17 janar, në orën 6 të pasdites, ditën e shtunë, masivisht duhet të bashkohemi përballë zyrës së Edi Ramës dhe qeverisë më të korruptuar të Europës, sepse ata kur jemi veç e veç na thyejnë. Nëse ti je një student që nuk e gjen të drejtën tënde dhe emigron nga ky vend, duhet bashkohesh. Nëse ti je një person që ke probleme me shëndetin dhe nuk e merr trajtimin dhe ilaçet e duhura, duhet bashkohesh. Nëse ti je infermer që përmbytesh dhe nuk e marr dëmshpërblimet, duhet bashkohesh. Nëse ti je një ishpronar që nuk e ke marrë të drejtën e pronës, duhet bashkohesh. Nëse ti je një familje e re që nuk mund blesh një apartament për shkak të çmimeve të shtrenjta, duhet bashkohesh. Nëse ti je një njeri që ke hap një biznes sëri dhe të vinë tatimor dhe nuk të lënë rehat, duhet bashkohesh. Nëse je një qytetar që përballesh me mungesën e cilësisë të ushqimeve në këtë vend, duhet bashkohesh. Nëse ti je një njeri që në këtë republikë sa herë përballesh me institucionet, je përballur me korrupsionin, duhet bashkohesh, sepse nëse ne bëhemi bashkë, të gjithë ata e kanë të pamundur të na thyejnë. Ndaj, në 17 janar, ditën e shtunë, në orën 6, masivisht në shesh të bashkuar kundër regjimit më i dut të Europës.